Për 3 net me radhë, fshati Kotu mbajt zgjuar nga këngët labe të performuara nga grupe të ndryshme të ISO Polifonisë në festivalin e organizuar nga Bashkia e Selenicës. Daj me këngë ta qelim bashkë dashurinë. Flet për miqe, flet për vete, flet për hale, flet për derte, fjallën e ka me lezete. Bëna jo punë mbi dy supe trimi, ma let hapën u dhe shkon me celimi. Në natën e 3, 20 grupe performuan duke dhuruar emocione për publikun e shumë që ishte mbledhur në qendër të fshatit Kot. Me jurinë e përbërë nga Kristo Qipa, Golik Jaupi dhe Artur Damo, u përcaktuan fituesit e çmimeve në festivalin folklorik. Çmimin e parë rëmbeu grupi Veshdanishtit, ndërsa pasuan me çmimin e dytë grupi Krojet e Velçës dhe në vend të tretë grupi Gumenicës. Çmimin e publikut e mori grupi fshatit Vajzë, ndërsa nuk munguan dhe çmimet për 2 grupet e Vllahinës dhe të Gjormit, të përfaqësuara në sken nga të rinjt. Për të qenë edhe më të sakt, renditja ka qenë pak a shumë, por që diferenca e vogël bën atë që sot kemi 3 çmime. Atëherë, çmimi i tretë i jepet grupi i Gumenicës. Për ta dorëzuar zoti Kristo Qipa. Çmimi i dytë i jepet grupi Krojet e Velçës. Çmimi i parë në këtë edicion shkon për grupin e Veshdanishtit. Një tjetër çmim special, pikërisht për të rinjt, shkon grupit të rinjve të Gjormit. Faleminderit shumë. Për organizatorin Sejmen Gjokoli, kënga ISO polifonike duhet të mbahet gjallë dhe të trashëgohet e të rinjt. Është hera e parë ta Gjokoli që marrin pjesë kaq shumë grupe nga territori i Bashkisë Selenicë dhe me një pjesëmarrje të gjerë të publikut. Në fakt ka qenë një manifestim i jashtëzakonshëm i këngës tradicionale të zonës, i këngës labërisë, sepse Treva e Selenicës është kryesisht pjesë e qëndësishme e labërisë tonë. Po kështu do të thoshja që si asnjëherë tjetër pjesëmarrja e cila ja vlet të evidentohet, sepse në këtë kohë globalizmi, në këtë kohë me vështirësi, do të themi, në këtë kohë që turbo folku po bën të vetën, unë do të thoshja që Kota, festivali Kotës, Bashkia e Selenicës po jep shembullin më të mirë se si mund të ruhet, se si mund të mbahet dhe se si mund të trashëgohet edhe interpretohet në breza kënga që na kanë lënë trashëgimi gjyshrit, së gjyshrit dhe të gjitha shekujt që kanë prur atë. Për antarin e jurisë mjeshtrin Golik Jaupi, të gjitha grupet kanë dhuruar emocione duke performuar për 3 net me radhë në qendër të fshatit Kot. Kënga labe duhet të trashëgohet e të rinjt, u shpreh mjeshtri. Kënga labe dihet që është një mrekulli, është e veçantë të gjithë Shqipërinë, të gjithë botën, është UNESCO. Çmimi i parë e mori grupi i Veshdanishtit, që është një grup që ka vitra që kontribuon shka të Shqipërisë, që nuk ka se kudo dhe jashtë Azeut, dhe janë grupe konsoliduar. Gjitha grupet që janë aktivizuar për 3 net,
kanë qenë shumë. Dhe me bukurisht se kjo festival qetëri, unë simbolik jam shumë i kënaqur që pak prezenteri. Dhe optimist jam, patandem në jurinë e këtij festivali dhe u them që të marrë shembull gjithë bashkitë e jugut nga kjo bashki. Mos e lënë këngën labe për me të hije. Ju uroj gjithë suksese, aq më shumë prezenteri. Faleminderit ju si televizion, faleminderit gazetarëve, faleminderit për ta organizuar. Qofshi me respekt e feder. Faleminderit. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj tha se ka qenë një festival që u mirëprit jo vetëm nga banorët e Kotës, por dhe nga fshatrat e tjerë dhe turistë të ardhur Enkas. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është të lartësohet kënga labe dhe të trashëgohet ajo tek të rinjt. Është viti i 4 që e organizojmë këtë festival të këngës labe, pikërisht këtu në Kotë, duke qenë si një qendër historike e labërisë, por edhe e këngës. Për të 3 net janë ngritur në skenë mbi 25 grupe, mbi 300 artistë. Dhe ajo që është risia e këtij festivalit është se ka shumë pjesëmarrje të rinj. Dhe ky festival, qëllimi kryesor ka qenë përveç promovimit të këngës labe, ka qenë edhe mbartja dhe teqimit të brezat të rinj. Çdo vit ky festival bëhet edhe më i popullueshëm, edhe vetë prezenca e njerëzve në të shesh tregon qartë, por edhe performanca e grupeve e tregon qartë interesin dhe vëmendjen që kanë për këtë festival. Ne nuk kënaqemi asnjëherë, gjithmonë kritikemi dhe vetëm, por prezenca, emocionet të japin kur shikojnë të rinj 15 vjet që dalin në skenë, mendojmë që ka arritur një pjesë shumë të mirë të qëllimit dhe të motivit për këtij festivali. Që shi ambitor ishin 2 këngët përshëndetëse, por jo konkurruese, kënga për Lefter Çipën kënduar nga grupi Pilurit Bejke Bardh dhe kënga e kënduar nga mjeshtri Golikja Upi, kushtuar babait të kombit Ismail Qemali. Bisu pedo të mat unë si që më mbajte si për kreu poetika nga sërge. Se ti jesh viktime e rënjo në për popull e lë. Kemal kur të përzuna, kur të